U ndan pa dëshirën e tyre, por u bashkuan pas 60 vitesh përsëri. Historia prekse jetimes koreane dhe ushtarit turk që u njohën gjatë luftës së Kores. Historia e një vajze koreane të vogël dhe një ushtari turk gjatë luftës së Kores, të cilët u bashkuan përsëri pothuajse 60 vjet më vonë, ka prekur miliona zemra të njerëzve në mbar botën. Në një vend të prekur nga zjarri i luftës, një vajze vogël u përball me të ftohtin duke shikuar përreth dhe në sytë e së cilës shfaqej frika, kishte mbetur e vetme. Ishte dimri vitit 1950 kur temperaturat ranë nën -35 gradë Celsius. Vajza e cila nuk mbante asgjë përveç pak rrobave, po qante aq me zë, sa mushkrit e saj ishin gati të dilnin nga vendi. Në orët më të errta të jetës së saj shumë të shkurtër, ajo vajzë vogël u gjet nga një ushtar i ri turk që e mori atë vajzë të vogël koreane nën krahët e tij, pasi mësoi se gjithë familja e saj ishte vrarë. Megjithse një zonë lufte dhe një shtab ushtarak me mijëra ushtar nuk ishte një vend i përkryer për të rritur një vajzë të vogël, shkruan Daily Sabah. Sulejmani dha gjithçka që duhej vetëm e vetëm që vajza të ndihej si në shtëpi dhe vendosi t'i jepte asaj atë çfarë donte dhe atë që do t'i jepte në të vërtetë babai i saj. Lufta e Kores midis viteve 1950-1953. Gadishulli korean jetonte në një nga kohërat më vdekjeprurse të historisë së tij. Në 25 qershor 1950 lufta filloi kur 75.000 ushtar nga ushtria popullore e Koresë së Veriut u shpërndan përtej kufirit midis Republikës Popullore Demokratike të Koresë, të mbështetur nga sovjetikët në veri dhe Republikës së Juglindore të Koresë në jug. Në një ndarje të dytë, i gjithë gadishulli korean u shndrua në një shesh për të dyja palët në luftën e ftohtë. Pas përfundimit të kësaj jave, të javës së fundit, Kombet e Bashkuara bën thirrje për ndihmë ushtarake për Korenë e Jugut dhe Turqia ishte vendi i dytë që ju përgjigj thirrjes pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Brigada turke, një brigadë këmbësorisë së ushtrisë turke drejtuar në Korenë e Jugut për të ndihmuar që Korea e Jugut të ruante shtëpinë e saj të paprekur. Megjithatë, Reshteri Sulejman, një ushtar 25 vjeçar turk, ndoshta kurrë nuk e kishte menduar se jeta e tij do të ndryshonte përgjithmonë kur ai vullnetarisht të shkonte në Korenë e Jugut. Kur fati ndërhyn, në atë ditë fatale kur jeta dhe zemra e Sulejmanit ndryshuan përgjithmonë, batalioni i tij po luftonte armikun në një natë errët. Pasi intensiteti i luftimeve filloi të binte, ushtarët turq që pamveten duke lëvizur mes shkureve, duke menduar se armiku ishte fshehur, të gjithë ushtarët i kthyen armët e tyre në shkure. Megjithatë, ishte Reshter Sulejmani, i cili ishte mjaft i guximshëm për të ecur nëpër shkure dhe për tu përballur me armikun. Në të vërtetë, dikush kishte qenë i fshehur në shkure, por nuk ishte armik. Ishte një vajzë e vogël që ishte tepër e friksuar dhe duke qarë. Sulejmani e kapi dhe e përqafoi vajzën për ta bërë atë të ndihet e sigurt. Vajza nuk kishte identitet, as një shtëpi apo familje të lënë gjallë. Sulejmani nuk mundi ta linte atje. Ai nuk kishte zgjidhje tjetër përveç se ta merrte me vete. Ushtarët turq u kujdesën për të dhe i gjetën rroba. Ajo ishte gëzimi dhe maskota e të gjithë brigadës. Jo vetëm Sulejmani, i cili ishte si babai i saj, por i gjithë kampi ushtarak u bën familja e kësaj voglusheje. Së bashku me Sulejmanin e quajtën atë Ayla Drithëne. Duke qenë një vajzë e zgjuar, Ayla mësoi turqishte në një kohë shumë të shkurtër dhe madje filloi të ndihmonte ushtarët në përkthime. Për një vit e gjysmë Ayla dhe Sulejmani u bën të pandashëm. Megjithatë, çdo prallë zhduket një lam të mirë zemërthyese. Kur erdhi koha që ushtarët turq të largoheshin nga Korea dhe të ktheheshin në shtëpi, Sulejmani donte ta merrte Aylën me vete, por nuk ishte e mundur. Me lotët që derdheshin poshtë fytyrave të tyre, Sulejmani dhe Ayla, të cilët kishin gjetur njëri tjetrin në luftë, u ndan përsëri nga lufta e njëjtë. Sulejmani u nis për në Turqi, ndërsa Ayla u vendos në një jetimore, shkolla e Ankaras, e cila u themelua nga qeveria turke për fëmijët jetim korean për të patur një arsimim.
Për vite Sulejmani qëndroi gjithmonë me mendjen tek Ajla, kur Korea e Jugut dërgoi një ekip shpëtimi pas një tërmeti që goditi Turqinë në vitin 1999. Ai shpresonte që Ajla do të vinte ta kërkonte. Gjithashtu, kur ekipi kombëtar i futbollit po luante në Kupën e Botës në Korenë e Jugut, në vitin 2022 Sulejman vështroi spektatorët në televizor duke shpresuar që të shihte diku Ajlën, por kur nuk mundi. Në moshën 85 vjeçër, Eshteri Sulejman Dilbir Ligi mori pjesë në pritjen e mbajtur për 60 vjetorin e luftës koreane. Gjatë pritjes, Sulejman tregoi historinë e tij me ushtarët dhe zyrtarët turqë korean. Pas dëgjimit të historisë së tij, një gazetar i Koresë së Jugut filloi të hetojë mbi historinë dhe gjithë arkivat e qeverisë u skanua në detaje. Për fat të keq, arkivat e shkollës së Ankaras u shkatëruan pasi ndërtesa e vjetër u shkatërua dhe një park ishte ngritur në atë vend. Një kanal korean televiziv gjurmoi jetimët dhe të diplomuarit e shkollës së Ankaras, por nuk gjeti dhe nuk nxori asgjë në pa. Por si u gjet voglushja, kur u mendua se shpresat u shkatëruan, një burr pretendonte se motra e tij mbajti kontakte me Ajlan vite pas diplomimit të saj dhe emri i saj zyrtar ishte Kim Eunja. Kur ajo u vizitua në shtëpinë e saj në moshën 65 vjeç, Ajla ju tregoi fotot e vjetra dhe gjithçka ju kujtua edhe asaj. Në lot, ajo tha se Sulejmani ishte heroi i saj. Pas zbulimit, qeveria koreane ftoi Sulejmanin të takohej me Ajlan dhe në vitin 2010, babai dhe vajza e humbur për një kohë të gjatë përqafuan njëri tjetrin në një park ku Sulejman duhej ta linte Ajlën pothuajse 60 vjet më parë. Ata shpesh i shkruanin njëri tjetrit gjatë viteve dhe Ajla ju referua atij si babai i saj dhe gruas së tij si nëna e saj në letrat e saj. Në vitin 2017, historia e Ajlas dhe Sulejmanit frymëzuan profesionistët në drejtim të prodhimit të filmit Ajla, vajza e luftës, i cili u zgjodh si kandidati zyrtar i Turqisë për filmin më të mirë të gjuhës së huaj për Oscar. Edhe pse filmi nuk arriti ndonjë rezultat, historia e një vajze të vogël koreane dhe një ushtari turk prekën zemrat e miliona njerëzve në mbar botën. Gjatë promovimit të filmit, Ajla dhe Sulejman, të vërtetët, patën mundësi të takoheshin disa herë. Megjithatë, ribashkimi i tyre i fundit ndodhi në spitalin ku veterani turk i luftës ishte duke u trajtuar për probleme të frymarrjes në Stamboll. Sulejman vetëm mundi që përmes gjesteve me duar të komunikonte me të, ndërsa vajza shpërtheu në lot, pasi e shihte njeriu që e quante baba të vuante në shtratin e spitalit. Kështu në vitin 91 vjeçari Sulejman dhe 71 vjeçari Ajla i than lam të mirë njëri tjetrit për herë të fundit. Sulejman ndroi jetë në 7 dhjetor të vitit 2017. Megjithse humbi babain e saj, Ajla nuk e humbi kontaktin e saj me Turqinë. Madje, në ditët e fundit të udhëtimit zyrtar të Koresë së Jugut në 3 maj të vitit 2018, presidenti Recep Tayyip Erdogan u takua me Ajlan 72 vjeç në hotelin ku po qëndronte në Seul. Ajla ose Eunja Kim aktualisht jeton në Kore me fëmijët e saj dhe niprit e mbesat e tyre.